Kësulkuqja. Në një fshat gazmor të vendosur buz një pylli, jetonte një vogëlushe e hirshme me nënën e vet. Ishte shumë e bukur. Kishte një fytyrë të trëndafilt, por si një moll, sy të kaltër si qielli pranverës dhe flok kaçurela e të verdhë si gruri pjekur. Për te pyllit banonte gjyshja e saj një plak simpatike që e donte shumë të mbesën, së cilës kur mbushi 7 vjeç i kishte dhuruar një mantel fort të bukur me një kapuç të kuq. Sa herë që dilte nga shtëpia, vogëlushes i pëlqente ta vishte atë, prandaj gjithë banorët e fshatit janë gjitën emrin Kësulkuqja. Sa po mbaronte punët e shtëpisë, vajza vraponte në pyll, ku jetonin kafshë të vockla, me të cilat kishte miqësi. Çdo mëngjes herët, ajo i merrte me radhë për të parë nëse kishin ushqim të mjaftueshëm, nëse putra e ketrushit ishte shëruar dhe nëse lepurushët kishin pushuar së bezdisuri i riqin plak. Në një mëngjes pranvere, një lepurush i bardhë arriti duke ngulquar tek shtëpiza e Kësulkuqes dhe i tha: "Më dërgoi gjyshja jote. Ka zënë krevatin, ka kollë dhe janë mbaruar ushqimet. Duhet të nxitosh për tek ajo." Nëna i përgatiti me kujdes një shpor të vogël plot me gjëra të mira, në të cilën vuri edhe një shurup për kollën, kurse vogëlushja veshi mantelin e saj me kapuç të kuq. "Të lutem," i tha nëna, "çoja të gjitha këto gjyshes dhe mos u ndalo rrugës, sepse nuk do të dëshiroja që të takohesh me njerëz të këqinj." Vogëlushja u vu për rrugë e shoqëruar nga miku i saj i vogël. Kaluan pak çaste dhe ajo nuk ishte më e vetme. Një drenush i vogël doli shpejt nga pylli dhe eci për krah saj. Edhe ketrushi nuk deshi të mbetej pas. Ai doli nga strofka dhe filloi ta ndiqte me kërcime të vogla. Shoqërinë e vogëlushes e plotësuan edhe zogjt që njëri pas tjetrit uleshin mbi shportën e Kësulkuqes, duke çukitur në një thërrim nga ëmbëlsira që nëna kishte bërë për gjyshen. Pas një ore rrugë, Kësulkuqja ju tha: "Tani kthehuni në për shtëpitë tuaja pa bërnaze, sepse nënat mund të jenë shqetësuar." Prisha qefas, e disi e buzë varur, kafshët e vogla morën rrugën e kthimit, por më pare këshilluan: "Ki kujdes Kësulkuqe, sepse ujku i keq andej nga mbrëmja del në përpyll dhe po takoj fëmijë i ham për një herë, e të shpejt e mos u ndalo." "Mos kini merak, do të kem kujdes," tha vajza dhe vazhdoi të ecte e vetme dhe me hap të shpejt. Por në pyll kishte shumë lule shtrydhe të vogla e të kuqe me aromë të mirë dhe Kësulkuqja mendoi: "Lule shtrydhet i pëlqejnë edhe gjyshes, tani do të mbledh sa shpejt e do t'ja çoj, kam për të humbur vetëm gjysmë minuti." Por lule shtrydhe në këtë anë e këput një në anën tjetër, kaloi kohë dhe vogëlushja s'po kujtohej. Papritur dëgjoi një kërkëllim të lehtë që vinte nga një grumbull shkurresh. Ngriti kokën, shikoi andej dhe pa 2 sy të mëdhenj. Kësulkuqja u rën qeth dhe filloi të dridhej edhe më shumë kur e kuptoi se ata sy të këqinj ishin sytë e ujkut. Ujku doli nga vendi ku ishte fshehur dhe duke u përpjekur ta hollonte ta ëmbëlsonte zërin, i tha: "Ku po shkon në këtë orë, vogëlushe e bukur?" "Po shkoj tek gjyshja ime e sëmur për t'i çuar mjalt, një ëmbëlsirë dhe gjithë ato lule shtrydhe," u përgjigj Kësulkuqja. "E ku banon gjyshja jote?" pyeti prap ujku. "Për te i pyllit," tha vajza e padjallëzuar. Ujku dinak i uroi shërim të shpejt për gjyshen dhe pasi e përshëndeti Kësulkuqen me 4 kërcime të shpejta u zhduk në përgjethnajen e pyllit. E habitur vogëlushja mori rrugën përsëri, ndërkohë që ujku, duke vrapuar si era, kishte arritur në afërsi të shtëpisë së gjyshes. Që të mund të hynte brenda, pa e njohur kush, ujku mblodhi një tuftë të madhe lulesh dhe u fshe pas tyre me shpresën se do të dukej si Kësulkuqja dhe se do të bënte çmos që gjyshja ta kuptonte sa më vonë të ishte mundur se kishte përballë saj ujkun. Ju afrua shtëpisë me hapa hajduti dhe trokiti 3 herë në portë. "Kush është?" pyeti nga brenda një zë i holl.
Ujku plak u përpoqti përgjigjej me një zë si fëmijë. Eja, Kozulkuqja ka ardhur të sjellë ca ushqim për ilaçet. Tërhiqë spangon e shulit dhe dera do të hapet, u përgjigj gjyshja. Ujku i prap këtë priste dhe hyri. Afro, vogëlushe, hajde më jep një të puthur, tha gjyshja e cila nuk e dinte rrezikun që po i kanosej. Ujku nuk priti ta lusnin më, a i bëri një goxha kërcim dhe kullufiti me njëherë gjyshen e shkret. Pas je kishte shijuar mirë, atë që hëngri filloi të rëmonte në dollap, gjeti një këmish nate dhe një shkufe u sajua me to. Pastaj u shikua me kujdes në pasqyrë për të bindur se midis tij dhe gjyshes nuk kishte asnjë ndryshim. U afrua te porta e mbylli duke i dhënë një të shtyr me putër, pastaj shkoi e ushtri në krevatin e gjyshes duke pritur Kozulkuqen që nuk vonoi të vinte. Pas pak minutash në port u dëgjuan 3 trokitje të lehta. Kush është? Pyeti ujku duke u përpjekur të shkëmbente zërin e gjyshes. Jam unë, Kozulkuqja gjyshe, tha vajza. Ujku u mbulua mirë me batanie, priti ca, pastaj bërtiti. Tërhiqe shulin dhe porta do të hapet. Kozulkuqja tërhoqi shulin dhe porta u hap. Vuri shportën mbi tavolinë e ju afrua gjyshes. Si ndjehesh gjyshe? E pyeti. Ndërkohë ujku filloi të bënte ca lëvizje të ngadalta e të ngathta, duke zbuluar padashur putrat e tij. Ujku që më në fund ishte i ngopur rap përsëri në krevat i kënaqur dhe fjeti. Kishte humbur në një gjumë kaq të thellë sa që kur gërhiste, tundej e gjithë shtëpia sikur po binte tërmet. Në këtë kohë kaloi aty pari me pushkën, krah e qaf, gjuetari Ubaldo, një i njohur i gjyshes. Kur dëgjoi këtë zhurmë, u afrua me vrap tek shtëpia dhe mendoi, çfarë mund t'i ketë ndodhur plakës së mirë? Ç'është e vërteta, Ubaldoja nuk ishte ndonjë gjahtar i guximshëm dhe gjatë jetës kishte vrarë vetëm ca miza mbi hundën e vet. Në vend që të hynte nga dera, Babaxhani shikoi me kujdes nga një dritare gjysmë mbyllur që binte në dhomën e gjyshes. Në krevatin e saj pa ujkun të shtrirë qetësisht që po flinte për 7 palë qefe. Atëherë, Ubaldoja mbushi armën, e futi tytën e saj tek dritarja dhe mori çastin e fundit. Pa pritur, a i goditi shkarazi stomakun e ujkut, që plasi si një tullumbace. Në këtë përshtjellim, Ubaldoja u tur me vrap në shtëpi. Para syve të tij u shfaqën Kozulkuqja dhe gjyshja, shëndoshe mirë, pranë lëkurës së ujkut që tashmë kishte ngelur top në vend. Ato të ngratat e falenderuan me gjithë zemër Ubaldon, duke e puthur e përqafuar disa herë. Gjuetari të ndrojtur i vinte turp nga kjo dashuri e madhe që po tregonin për të, por ama kuptoi se i pëlqente, që krejt papritur po e vështronin si hero. Në pyll, kur e morën vesh që Kozulkuqja dhe gjyshja e saj kishin shpëtuar, ndërsa ujku i egër nuk do të mund t'i bënte më dëm askujt, të gjithë u gëzuan pa mas. Edhe nëna e fali Kozulkuqen. Kjo premtoi se në të ardhmen do të tregojë më e mençur dhe nuk do të ndalej më për të biseduar në rrugë me të panjohur, sepse ujq ka gjithandej dhe sepse më të rrezikshmit janë ata që shtiren sikur janë të mirë e të sjellshëm.